Elion, kush menon se del nesër? Kush menon se del nesër? Se ku menu, valla. Kena se di. Që të nominuar veta? Po. Problem, s'po di, valla. Kush e kush, Shkurta, Labi. Shkurta, Labi, une, Najliri, Ti, Hygirta, Alba, Hygirta. edhe kush tjetër? Edhe Najliri. Po. Unë mendoj që Shkurta, Labi, Alba, jo, heq se heq. Këta tre. Nashti Najliri ose ti, ose edhe Hygirta, tu marrë parasysh se Coca-Cola e pa preferuar me... Po. Më lidh goja. Edhe pse se kum këptu heq, po. Që u dole pa preferu nga? Po shumë, më ka ardhë që shumë pa prit. Po qek, vërtetimi që s'mu më me ditë heq kur. Kush pëlqejet jashtë e kush... Jo, ato se di nana heq e heq, po pej qësh na mërmenja. Ti Shkurt? Ja. Kush menon se del nesër? Qëre, këto vazhdimisht po ka befasia. Po. Nuk është mujmë na me ditë sakt. Po në basa asaj që folën, nëse veprojnë që ashtu që shfolën, atëherë i bjen që Hygirta është pak më rrezikume. Okej. Nëse veprojnë basa asaj që shkam folën. Po. E tash Adel apo s'del, nuk e di. Aty më ndodh këtë e kundërta. Ai bëha ki unë muj me dalë, hiq pa pik problemi. No, mendoj që ti, Labi dhe Alba heq. Se zakonisht... Për Albën edhe unë e kam qatë se jemi përshtypje. ma të zhurmshëm, banor shumë zhurmazhia, dhe. Po, se këta e lypen edhe një për shembull, sikur Alba i trazën ujrat gjatë gjithë kohës. S'jom ka të mirë. Ose zarpi i zhurmës. Po thëmë, që ky format e lyp me pas llojet ndryshme të karaktereve. Këtu nuk e lyp për shembull me kon krejt shembullor ose keq zhurmazhi. Këtu e lyp me kon ai miksi, që njëri për shembull kur shqypet me dhejs tjetre. Edhe mi trazu ujrat. Për shembull, unë personalisht nuk di çka ndodh për shembull Albën, po unë i kam thonë Albës, ty të shoh deri në pjesën e finales, se din kur zgjedhen ata pesëshit. I kam thonë, hiç më larg se dje. Vjen se një format i tillë e kërkon edhe një kështu që i trazën ujrat. Antagonistin. Nuk e di që shkojnë, po unë e kom pa dhe fitues tjerë që shkanë qenë. Për shembull ka pasur raste që mua s'm kanë pëlqyer hiç ata njerëz. Po. Amo e kanë prek për shembull finalen. Po. E kanë prek. Shumë Big Brothera që kom këshyr, ka plot persona që mua s'm kanë pëlqyer, që kanë prek finalen. Finalen, po, a fituren se ka marrë kur ras në shumë. Për menim tamin që ata njerëz që kanë marrë fituren nuk janë konë mua që më kanë pëlqyer. Ti kujtoj një herë. Ata që edhe nuk është ç'më thon. Unë s'kam drejtu sa më përzi, po thjesht po flas në preferencën time, se gjithkush i ka preferencat e veta. A vjen, po mu personalisht ka pas plot fitues që mua s'm kanë pëlqyer. E kështu që Normalisht se kanë ndot njëtën me me ta. Zakonisht zgjedhen që ata që janë konë shumë të zhurshëm, që janë konë shumë luftarak, edhe që janë ballafaqur me çka do. Por pos Lumbardit që kum pa që u konë atyre qetë, do si fitues, tjerët janë konë përgjithësi keq zhurshëm. Edhe Driloni u konë shumë i qetë. Jo, Driloni ka luftu boll, fillim u konë shumë i qetë. Se masanej... Si di se qatë bek nuk e konë jo, në konë përcil, a i fillim u konë kështu shumë i hishtën, aho masanej me të tonu kop. Me të tonu kop. Jo, se di se qaj bek të qysh... Po nashta se ke këshyrë mirë. E ke këshyrë ashta fillimin, se fillimi të gjdo njëri është pak... Që shmë thonë është si shumica janë qetë, mujnë me konë... Jo, po tani ka herë kur e këqyrsha një prime, i nisha të diskutu për breke, për si se janë e najsha, adin... U konë i zhurshëm. Shumë. Edhe zakonisht ata që në konë përgjithësi pak ma zhurshëm, jo çdo herë. E kam prek finalen. E kam prek. E po deshte shkojnë njërë të se këtu pavarësisht sa më shme konë për shembull njeri i mirë, njeri i butë, kur momente që ti s'ki as situatë, nuk ki as debat, nuk të regon as na histori, abden, kur rrëmve qështu për shembull pavarësisht që je shumë njeri mirë, je shumë njeri i butë, je shumë me edukat me nivel të lartë, zakonisht unë po them, nashta jam gabim, po nuk i kom po këta lloj njerëzve që fitojnë në gjitha formatet e bikut, jo vetëm në Kosovë, po edhe kështu. Po një njeri që s'jep kur gjo nuk e meriton adër me fitu. Sa do i mirë me konë dhe qka duesh me jep. Që biku i parë, janë konë Stresi dhe Gjuli. Gjuli për menim të amen e ka dhënë maksimumin.
si pas menimit tem. Qa pikë se kom këqyre? Ajo ka luftu me mish edhe me shpirt. Shumë ka luftu. E kështu që këta dy jënë konë, se dy t'jënë konë deri në finale, po tani pa të fitu stresi. Te i dyti, njëri mas aktive që u konë, si pas publiku që e kom pone, u konë e Donna James. Po, vala. Edhe ka bërtit, po u konë shumë e sinqert. Në fillim për shumë pak e kam para gjëku dit e ka njoft. Ajo e Donna ka bu të anon show. U konë shumë funny. Fillim pak e kam para gjëku e dit e ka njoft njerëzit, po me kalimin e kohës kër e kam pas sinqeritetin e saj, E ka ndoshë. e ka ndoshë. Qa jo konë bigu jam i preferu. Nuk e di do me thonë, nuk e di a ka Edhe mu më ka pas pëlqy la herë shumë. big ma të mirë, u konë shumë nice. Telefar njerë se debate interesante, diqysh, nuk e di që ai big më ka tërhek shumë, e u konë i vetë mi big që e konë përcjell. Kështu primet, se programi nuk e kena pas që atëherë, ama shumë më ka Edhe mu më përcjell. ka pëlqy. E i treti ju shumë. I treti u konë... Deri dikur. Se Jo kum diçka. këqyre edhe shumë me të Jo, tjetër. qashtë është. Unë e kom këshurë zakonisht vërë projmat. Dytin e ka fitu Bleranto. Jo. Jo, Jo. Lombardi. Po, unë kom pas qështë me fitu Bleranto, e ka fitu Lombardi. Po, Në Lombardi. që menë të Bleranto. Po, Lombardi ka fitu. Edhe pse për aktive, kështu, u konë Gjeneta. Gjeneta u konë Ajo shumë kon. aktive. Po, adin qysh tani, vjen edhe pjesat Jo, i që... dyti, i treti ju kon. I tretit e Vjen Gjeneta u edhe konë. pjesat që është tani me rëndësi, jo veç me bo zhurën, po edhe me ditë për çka po bën zhurën. Po, Se Po ta dhe për arsyen. qatë sa Zhurëm- në po thëm jashtë i shola kuptohet që kjo që jo gjithësysh, do është Po, me nga- kon fort i kesbe. Edhe nëse nuk dihet për shembull javën e parë, 2, 3, ajo kush e ka qëndrimin pak më gjatë këto, kush do qoftë, Po, herë ta vëmë vëret. Vëret i mirë i të keqit, i të keqit për të mirët. që ta po thëmë në? Po dhe që e thashëm prime, adin ti në reality show jena, qka sa do mu me lujt një rol, që si S'monesh. ose nuk mu është se t'bjen maska, sa do dikuj ma herë, dikuj ma vonë, po nuk ka të qara, adin pa... Qore, ka edhe njerës, në përgjithësi në formate ndryshme që ka unë i kom pa, e kanë shumë të lehtë qëndrimin. Shamull pëzo Rovena, respekt shumë për ta, dhe në kimet krez, e vlerësoj shumë edhe si këngëtare, e vlerësoj shumë edhe si natyrë, mirë për rrugtimin përgjithësi e ka pas të lehtë. Pse ka pas të lehtë se përgjithësisë nashta ka pas aty këtu ndaj ngacmim që e kanë ngus me birra, me kësisene, po i ka pas momente caktume. Shumicën e raste për shembull nuk ka qenë ngacmume. Ka natyrat ndryshme, në performate ndryshme, që kanë rrugtimin shumë të lehtë, se para nuk ngacmon, e dyta nëse ngacmon kanë përkrahje për tjerëve. E që ta njerëz, për menim tamin, e kanë rrugtimin shumë të lehtë. Rrugtimin e vështirë ka një njeri që thëmbohet nga tetana dhe që ndërën gjithmonë vetë. Edhe që krijon situatat vetat, amo do më thonë nuk e ka krahën për tjerëve. No, nëse besoj që mu është ti me caktu për kanë është e letë, për kanë sashtë, se për Po shama jo,